Alarmi kuq në Itali. Moti i keq godit vendin. Pamje që tregojnë përmbytjet nga shirat e rrëmbyeshëm. Pamjet e publikuara në rrjetet sociale tregojnë përmbytjet ekstreme në rrugët e Italisë, teksa është lëshuar një alarm i kuq për motë të rëndë. Veriu i vendit është goditur nga stuhit, duke shkaktuar rrëshqitje të dheut. Rrugët dhe vendkalimet janë zhytur plotësisht nën ujin që buron, duke i kthyer kalimet në lumenj me rrjedhje të shpejtë. Pamjet e tjera tregojnë sipërfaqe të mëdha toke nën ujë, me fusha që ngjajnë me liqene të mëdha dhe të qeta, shkruajnë mediat e huaja. Raportohet se rajoni i Piemonte në veriperëndim të Italisë shpalli gjendjen e jashtëzakonshme të njëjtën pasi po përballej me motin e tmerrshëm. Shiu i rrëmbyeshëm dhe stuhit e pamëshirshme goditën zonën, duke shkaktuar përmbytje dhe ndërprerje masive në trafikun dhe shërbimet hekurudhore. Torino mbylli aksesin në zonat e brigjeve të lumit si mas sigurie dhe një stacion hekurudhor ndaloi plotësisht. Milano mbylli parqet e tij të qytetit për shkak të shiut të dendur dhe errave të forta, dhe brigada e zjarfikësve në kryeqytetin në Rom u thirr në mbi 100 incidente. Ndryshe, shiu më intensiv parashikohet të bjerë në tokën tashmë të mbushur me ujë, por ekspertët shpresojnë se fundjava do të sjellë një pushim.